se erdha për të diskutuar mbi çfarëdo lloj teme, por jo mbi një temë përplasje mbi problematikat e Partisë Demokratike. Do të them, sot pas 35 vitesh ne kemi një panoramë të tillë. Pra kemi një mazhorancë, në mandatin e 4 që është në luftë në thojza me drejtësinë. Kemi dhe një opozitë e cila në 90-ën ishte ajo që solli këtë ndryshim ose ishte promotori i ndryshimeve që u ridimensionuan më mbrapa, e cila sot po ashtu në thojza është në luftë me vetveten. Sot opozita, nuk po them Partia Demokratike, po them opozita, po e marr pak më gjerë, duke pas parasysh që kur them Partia Demokratike, them opozita e përfshirë, ka një nga momentet më të arta të saj që ta rrëzoi qeverinë Rama. Ligjërisht, logjikisht, qeveria Rama, në momentin që zëvendës kryeministria është në mas, ministria e infrastrukturës është në mas, drejtori i përgjithshëm i Keshit është në mas. Unë mendoj që qeveria ka rënë. Në momentin që jemi në këto kushte, Rama del dhe na thot, kryeministri na del na thot që unë e dua zëvendës kryeministrin se nuk kam çat firmos marrëveshjen me Air Canada, nuk kam çat firmos të marrëveshjen, ndërkohë që ne e dim shumë mirë që kryeministri është niveli më i lartë hierarkik dhe firma e tij ka vlerë mbi çdo firmë tjetër që është më poshtë. Pse them unë që sot është momenti më i mirë që opozita e bashkuar ta rrëzojë qeverinë.